Gjatë fëmijërisë time kam dëgjuar shumë herë këtë shprehjen, e cila është edhe po ta marrësh i rishin ta dërgosh në qytet, prap therrat do kërkoje. Sa do t'i tregosh një njeriu sa meriton, sa është i aftë të bej, sa është i aftë të arrije, ai njeri prap do shkoj aty ku ai ndihet mirë. Aty ku ai beson se atë meriton të marrë në jetën e vet. Ka njerëz që edhe kur ti u jep atë dashurin, ato përsëri kërkojnë atë romujen, zenkat, sepse ashtu ato u mësuan, ashtu e kanë atë programin në kokën e tyre. Dhe kjo është ajo arsyeja pse ti nuk i ke gjithë ato njerëzit që pate pranë vetes tane, sepse jo çdo njeri është i gatshëm të leri veten e vjetër pas dhe të vazhdojë një version të ri. Ti vazhdo të jesh dritë, ndjek rrugën e mirë, ndjek rrugën e dritës dhe ti mos harro se ti nuk mund të detyrosh asnjë njeri të ndjekë rrugën që ti e quan rrugën e saktë.